në çdo vit, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, 31 tetori është afati fundit për të miratuar ligjin në qeveri. Nuk jam i sigurt se kjo ka ndodhur në kaluarën, mirë po kjo është e sigurt që ka ndodhur gjithmonë me neve. Çdo buxhet prej vitit 2021 për 2022 e kështu me radhë, kësaj radhe 2025 për 2026, ne e bëjmë në muajin tetor. Nga njëherë është 30 tetori, nga njëherë është 31 tetori, nga njëherë është edhe një ditë më herët, por nuk e bëjmë në shtator. Kjo bëhet në javën e fundit të tetorit. Dhe në këtë rast e kemi bërë me 31 tetor. Nesër fillon muaji parafundit i vitit. Prandaj kjo nuk është ndonjë risi pse po e bëjmë miratimin në mbledhjet e qeverisë, propozim buxhetit për vitin 2026 në ditën e fundit të tetorit, sepse ligji për menaxhimin e financave publike kërkon një gjë të tillë. Sa i përket konsenzusit, unë i thras logjikës dhe racionalitetit. Pra, konsenzusi nënkupton logjik ku vlejnë aspektet universale të menduarit dhe në anën tjetër racionalitetit, ku ne bashkërisht shpresoj që do të mund të kemi një situatë ku në Kuvendin e Republikës, me qenë se kemi kuvend të konstituar, ky buxhet i rritur dhe i mirë do të kaloj në legjislaturën e 9, e cila tash e ka dhe shtëpinë e vet, Kuvendin e Republikës. Prandaj nuk kam armë tjetër për të arritur konsenzus përveç se logjikës dhe racionalitetit. Ndërkaq, pse nuk kemi pritur që këtë ta bëjmë më vonë, nëse 200.000 pensionist, nëse 150.000 punëtor që preken dhe pritet të ndikohen nga rritja e pagës minimale, nëse 400.000 fëmijë do të ishin dakord që ne këtë ta shtyjmë për më vonë, edhe unë do të isha dakord. Po jam i bindur që ata presin që prej momentit kur ka fol kryeministri, është rëndësishme që një ditë më parë të kalohet në realizimin e atyre. E kemi lexuar dhe rilexuar ligjin dhe kemi ardhur në përfundim që mund ta bëjmë. Rrjedhimisht nuk kemi pse e shtyjmë. A do të ishte më mirë si një qeveri me mandat fuqiplot 4 vjeçar në vijim? Sigurisht do të ishte mirë. Por unë besoj që më mirë kështu, edhe që vazhdojmë të jemi në qeverinë detyrë, e që i morëm këto vendime të mira, sesa të themi që të presim për qeverinë e re, e cila nuk e di më është si vjeta vitin arshëm, dhe vetëm atëherë do të mund t'i gëzoni këto që i premtoi kryeministri. Pra me qenë se është e mundur të bëhen gjëra të mira, duhet t'i bëjmë ato gjëra të mira. Pra, kur i realizojmë premtimet para kohe, unë nuk besoj që duhet të ketë ankesa. Nëse nuk mbahen premtimet, atëherë duhet të ketë ankesa. Po u realizuan ato para kohe, përbes është mirë që të gëzohemi të gjithë bashkërisht, dhe krejt në fund, me sa di unë, Ministri Murati edhe këtë gjë më mirë se natyrisht, asnjëherë ligji i buxhetit për vitin e ardhshëm nuk është miratuar në vitin e ardhshëm, le të themi kështu. Gjithmonë është bërë për brenda vitit fiskal. Domethënë, ligji për buxhetin 2022 është miratuar në dhjetor të vitit 2021 në të dy leximet. Ai për vitin 2023 në vitin 2022, për vitin 2024 në vitin 2023, asnjëherë nuk e kemi kaluar 1 janarin me ligjin për buxhet. Natyrisht, qeveria ka kryer punën në tetor. Mirë po edhe kuvendi ka kryer punën në dhjetor. Pra këso lloj stabiliteti dhe disipline institucionale nuk ka pas para neve. Jem bani mend shumë mirë, ka pas qeveri kur aplikon atë formulën e 1/12. Por përsa jemi në qeverisje ne, unë kryeministër, e Hekuran Murati, ministri i financave, në tetor e keni pas gjithmonë të miratuar mbledhjet e qeverisë buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërkaq në Kuvend të Republikës në dhjetor buxhetin e njëjtë për vitin e ardhshëm. Pra është stabilitet dhe disiplinë e papar më herët. Po shpresoj që nuk do të jetë papërsëritshme, sepse uroj që të vazhdojmë kësaj.